Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Maqedonia do të fillojë ndërtimin e gazsjellësit me Greqinë. Pjesa e Maqedonisë së gazsjellësit është 68 kilometra e gjatë dhe duhet të lidhet me anën greke. Ndërlidhja e gazit do të ndërtohet nga një kompani vendore që ofroi çmimin më të ulët se 12 milionë euro krahasuar me kompanitë e tjera. Duke nënshkruar këtë marrëveshje për pjesën maqedonase të ndërlidhjes të gazit, ne shënojmë fillimin e investimit më të madh në energji në 10 vitet e fundit. Shumë e rëndësishme është se do të lidh vendin tonë me tregjet e vlerat europiane të energjetikës, tha Sanja Bozhinovska, ministre e energjetikës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Koalicioni Vlen akuzon Arben Taravarin për kontrabandim të deputetëve. Nga Vlen thonë se Taravari dëshiron të shkojë në kazanin e BDI-s ku vlon krimi dhe korrupsioni. Tani është koha për reflektim të gjithë deputetët, antarët, aktivistët të pozicionohen në anën e dur, aty ku ishin, thuhet në reagimin e koalicionit qeverisës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndërsa Bekim Qoku pritet të jetë kryetari i ri grupit parlamentar të koalicionit Vlen. Pas akuzave të Vlen reagoi zëvendës kryeministri Arben Fetaj. Përmes rrjeteve sociale, Fetaj shkruan se Vlen ishte një projekt i guximshëm kombëtar që dëshmoi se shqiptarët mund të bashkohen kundër një të keqe të përbashkët. Ai tha se Alianca për shqiptarët do të mbetet besnike ndaj rrugës së arbrit të dinjitetit dhe guximit dhe se me vullnet të ndërsjellët mund ta gjejnë formulën për të çliruar çdo komunë shqiptare nga keqeverisja e BDI-s. Për këtë mision do të vazhdoj të luftoj pajishar ata me të cilët e sollëm ndryshimin pa u përkulur, shkruar Arben Fetaj. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon Vlen se në përpjekje për t'i bërë qefin kryeministrit po poshtron shqiptarët. A jeni të vetëdijshëm se për shkak të mungesës së mekanizmave të balancimit, shqiptarët janë pothuajse tërësisht të përjashtuar nga proceset të institucionet publike, apelojnë nga BDI për koalicionin qeverisës në Maqedoninë e Veriut. Sipas saj, partitë e Vlenit harojnë se mandati nuk ua jep Histria Mickovski, por votuesi shqiptar, i cili në fakt nuk ua ka dhënë fare. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Parlamenti Evropian miratoi zyrtarisht rezolutën për Kosovën ku kërkohet heqja menjëhershme të masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian. That the immediate end of the punitive measures, as many times mentioned, imposed by European Union is also a prerequisite for starting this dialogue. I therefore call once again lifting of these measures. Në të bëhet thirrje dhe për një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme me Serbinë, të bazuar në njojë reciproke. Rezoluta thekson se Kosova përmbushi kriteret e kërkuara për heqjen e këtyre masave. Rezoluta mirëpret kërkesën e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, mbështet pranimin e saj në Këshillin e Evropës dhe pjesëmarrjen në partneritetin për paqe të NATO-s. Ajo gjithashtu bën thirrje 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës ta bëjnë këtë. Paralelisht, u miratua dhe një rezolutë veçantë për Serbinë, e cila kritikon ashpër lidhjet e ngushta të Beogradit me Rusinë dhe përpjekjet për destabilizimin e rajonit. Presidenti kroat Milan Milanović kërkoi nga Serbia të mos shqetësohet për deklaratën mbi bashkëpunimin në mbrojtje midis Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Nga Shkupi, Milanović pranoi se nuk ka marrë pjesë në përgatitjen dhe miratimin e këtij dokumenti, por si president i vendit dhe komandant suprem i forcave të armatosura e mbështet memorandumin. Në një farë mënyre, dua të siguroj vendefshinje, le të themi Serbinë, se nuk ka probleme me të, ose se nuk duhet të ketë asnjë, dhe Maqedonia e Veriut është në NATO. Kjo është mjaftueshme, tha Milanović. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.